Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun madhëreshëm, selamet dhe përshëndetje tona për Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Të dashur vëllezër dhe motra dhe ju gjithë që po na ndiqni, shfrytëzoj rastin që ju përshëndes me përshëndetjen e bukur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësitë, begatit dhe të mirat e Zotit qofshin mbi ju, edhe mbi gjithë muslimanët anë mban u jetojnë. Të dashur vëllezër dhe motra, njeriu është qenie që gabon dhe shpesh lëndohet. Nuk ka shoqëri pa konflikte, nuk ka familje pa keqkuptime, pa mosmarrveshje, dhe nuk ka një njeri që të paktën një herë në jetën e tij është lënduar. Islami, të dashur vëllezër dhe motra, nuk na mëson se si të jetojmë pa gabime. Kjo është e pamundur. I pagabueshëm është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu, kurse njerëzit gabojnë. Islami na mëson se si të shërohemi pas gabimeve. Kur flasim për faljen, e cila është padyshim një prej cilësive të Allahu xhalleshanu el-Ghaffar, i cili fal vazhdimisht. Përveç kësaj, Allahu xhalleshanu na porosit edhe neve që të jemi falës. Edhe atë në ajetin kuranor, ku Allahu xhalla xhelalu thot: "Esta'idhu billah bismillah, wal ya'fu wal wasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Le t'u falin gabimin atyre dhe mos t'i azën për të madhe. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? Allahu fal dhe mëshiron shumë. Kurani, hadithi pejgamberit alayhis salam dhe historia e pejgamberëve qartë na tregojnë vëllezër dhe motra të nderuara për faljen si cilësi e muslimanit. Muhamedi alayhis salatu wasalam ka qenë shembulltira më e mirë, shembulli më i mirë për falje dhe butësi. Rasti i cili është një prej rasteve më të bukur që na mëson gjithë neve se falja është një prej cilësive më të bukura dhe më të duhura në gjitha momentet. Ajo është rasti i pejgamberit alayhis salatu wasalam kur e çliroi Mekën. Me rastin e çlirimit të Mekës, hyri pejgamberi alayhis salatu wasalam në Mekë si fitimtar. Para tij qëndronin njerëzit të cilët e kishin persekutuar, e kishin ofenduar, e kishin torturuar, madje edhe e kishin dëbuar nga vendlindja e tij. Por zemra e butë e Muhamedit alayhis salatu wassalam nuk zgjodhi hakmerrjen. Nuk u hakmarr pejgamberi alayhis salam tek njerëzit, por ai tha: "Shkoni, jeni të lirë." Pra, Muhamedi alayhis salatu wassalam na mësoi edhe neve se në shumë raste kur ne mund të lëndohemi, po mund edhe të na bëhet padrejtësi, por ne më e duhur dhe më e bukur është të falemi apo të falim njëri tjetrin. Pikërisht vëllezër dhe motra të nderuara, kjo falje ndryshoi historinë. Armiqt u bën besimtar, kurse urrejtja u kthie në dashuri. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe na mëson se të falësh është prej cilësive të besimtarit. Madje me një hadith prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur pejgamberi Allahut i pyeti sahabët: "Cili është njeriu më i fuqishëm? Pra, cilin ju e konsideroni të fuqishëm?" Shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam u përgjigjen: "I fuqishëm është ai i cili është fizikisht, pra i fuqishëm dhe i mund të tjerët." Por pejgamberi alayhi salatu wasalam u përgjigj: "Jo, i fuqishëm është ai i cili e frenon mllefin e tij kur është i hidhruar." Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se ata të cilët dëshirojnë të mëshirohen nga Allahu duhet të jenë të mëshirshëm. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, edhe pse në fakt Islami në esencë e lejon të paguhet e keqja me një të keqe tjetër, por kjo është si mas parandaluese ose si mekanizëm parandalues i të keqes, por faljen e bën mjet të zhvillimit shpirtëror, e kontrollues të epsheve dhe të zemrimit, që përmes faljes pastrohet rrethi dhe shoqëria nga urrejtja. Për këtë Allahu xhalla xhelalu thot në ajetin kuranor:
wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj të keqen ktheje me të mirë. Për këtë e kemi edhe rastin e Jusufit a.s. nga historia e bujshme e jonë islame, i cili u keq trajtua nga vëllezërit, ndodhi ajo çka ndodhi, erdhi momenti kur ata pas shumë viteve i kërkuan falje dhe i kërkuan ndihmë. Jusufi a.s. në vend që të hakmerri, ai e zgjodhi faljen dhe u fali. Andaj, të dashur vëllezër, me këtë që e tham deri më tash, kuptojmë se falja është më e mirë, jo e lehtë. Pra nuk është e lehtë, por është më e mirë. Dhe se kjo cilësi na mundson neve që të jetojmë në harmoni, dashuri, mirëkuptim dhe mirësi me të tjerët. Të dashur vëllezër, falja nuk e ndryshon të kaluarën. Ajo e ndryshon zemrën. Nuk do të thotë se përmes faljes njeriu pranon padrejtësinë apo abuzimin ndaj vetës së tij. Por do të thotë të mos e lejosh që urrëtia të jetojë në brendësinë tënde, sepse nëse ne jetojmë me inat, nëse ne jetojmë me urrëtie, shkatrojmë jo vetëm shpirtin ton, por edhe trupin ton. Kjo edhe shkencëtarisht është e konstatuar se njeriu i cili mbar mlef dhe inat në shpirtin e tij, ai dëmton edhe trupin e tij, edhe shpirtin e tij, edhe zemrën e tij. Prandaj, të dashur vëllezër dhe motra, jemi në muajin e mëshirës, jemi në muajin e faljes, jemi në muajin e begatshëm, muajin të cilin Allahu xhalla xhelalu e boni mundësi për ne, që ne të fitojmë shpërblime të mëdha nga Allahu xhalla shanhu dhe njëkohësisht të reflektojmë në këtë muaj. Pra, një ndër çështjet të cilat duhet të reflektojmë është që ne të pajtohemi mes veti, të ofrohemi mes veti, edhe gjithsesi spaku me një thirrje në iftar, me një mesazh në telefon, me një urim, ose një thirrje, ose pavarësisht çfarë, thjesht le të bëhemi ne të parët, sepse ne nuk po e kërkojmë fajtorin. Nuk po e kërkojmë atë i cili po ati fajet, e kërkojmë atë më të mirin. Cili është më i miri? Për këtë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mes dy personave të cilët janë të hidhruar, më i miri prej tyre është ai i cili i prin me selam, ai i cili e përshëndet i pari. Prandaj është momenti i duhur vëllezër në këtë muaj të shenjtë, në këtë muaj të bekuar, kur zemrat tona janë më afër Zotit, kur ne jemi edhe me bindje më mirë në raport me Allahun, me vepra të mira, përmes agjerimit ton, përmes sadakas ton, të cilët i bojmë në këtë muaj, ta shfrytëzojmë këtë muaj, të reflektojmë edhe të ofrohemi mes veti, të pajtohemi një herë për gjithmonë, sepse nga hidhrimi, nga urrëtia nuk ka pas rezultat askush dhe nuk ja ka pa hajrin askush. Thjesht me falje edhe me butësi ndryshon historia, ndryshojmë dhe jetën tonë, po gjithsesi edhe të ardhmen tonë e bojmë më të lehtë. Dhe është Allahu xhalla xhelaluhu që ibadetet tona, Ramazanin tonë, sadakan, po edhe zekjatin, edhe sadakatul fitrin, Allahu t'i pranon dhe t'i ban kabull, edhe dhe është Allahu xhalla xhelaluhu në familjet tona, në shoqërinë tonë, në farefisin tonë, të mos ketë më të hidhruar. Për hir të Allahut, le të pajtohemi dhe le të afrohemi të gjithë. Kështu na don Allahu dhe e ka bërë kusht të besimit. Kush beson në ditën e gjykimit edhe në ditën e fundit, le ta din se duhet të respekton familjarët dhe farefisin e tij. Andaj, ju përshëndes shumë dhe uroj që të kemi një agjerim të pranuar. Selam alejkum.